Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Abdullah ibn Mas'udi se në ditë për ditëve thotë kemi qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukit dhe ka qenë nata. Thotë dhe ka qenë njëri prej fukarave e ka pas emrin Abdullah dhul Bijadain. Abdullah me petkën e çame përgjys. Çështë e kanë emrin sahabët. Sepse ky kur ka emigruar te pejgamberi alayhi salatu wasalam domthon nuk ka pas tesha. Edhe kur ka mritur mësa e ka ça petkën përgjys. Njënën nalt, tjetrën poshtë. Kush ka vao hax ihram e di ç'i do. Në pjesën e nalt, në pjesën e poshtë. Çashtu kanë nejt arabët. Çashtu kanë nejt arabët, është traditë e tyre. Na thamë se tradita e arabëve është islamit. Tradita e tyre është traditë e tyre. As veshje, as haja, as vlok, as kur gjë. Ajo është e tyre. Mirë, po çto ka gjetë. Thot Abdullah ibn Mas'udi, thot edhe në këtë luftë ndroi jetë. Thot e ishte terr. Thot edhe shku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe e vorrosën. Thot edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam u afru te ai. Edhe i thiri Abu Bakr dhe Omer tha afroni. Edhe kjo kon fukara. Kon fukara tesh as ka pas. I po ka ndruar jetë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Adali ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dua, ka thënë o Allah, un jam i knas me këtë fukaraja. Knas edhe ti o Zot. Ka thënë o Allah, un jam i knas me këtë fukaraja. Knas edhe ti o Zot. Shiko pejgamberin sa me fukarat. Si mos më knas. Këtë pasurinë ka lënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë për traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wasalam kujdeset edhe për fukarat e familjarëve të vet. Për fukarat e familjarëve të vet. Tregon Esmaja, bija e Abu Bakrit, motra e Aishës radhiyallahu anha. Thot kur u martova me Zubairin, apo piktinëve dyve ka dal Abdullah ibn Zubairi, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot kur u martova me Zubairin, thot kishmi pak. Thot edhe kishte edhe një kali Zubairi, thot edhe ma patlan mua e detyr me e këshyr. Do shikoni edhe këtu. Esma bi Abu Bakri, Zubair shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë martuar. Ja ka lanë Abu Bakri, e ja ka lanë Zubairi çikës e Abu Bakrit. A dini çika e Abu Bakrit ka vjen pi pasanikit, arrit mbollok. Megjithëse ka thonë çet çdo e kam çiket kali, çiket pak tok, merru me këto. E sot e shohim subhanallahu gratë lastosta se bajat punë, e baj këtë punë. Fatimja, vajza e Pejgamberit ka punuar. Desa ju anë durt prej atij mullirit dorës. Edhe u ka ankujtë, mësëm ja Rasulullah, u lodha, bema në shërtor. Apo? Dhe jeta bashkërtore, jeta familje, du të më kanë e mobilizume pika këta anë. Apo? Të na përshemë që isho, le të punoje, burja dhe, këta. Duhet këtë më mobilizume. Apo? Thot, edhe thot, mirë për thot, mbike ranë, gruje me kali, apo thot, në të bot i kanë këshirë edhe kuajt edhe hajvan. Thot, deri sa e vërejti, do më në Abu Bekri se sa të mujtë. Atëherë, thot, erdhën disa prej domon pasurive që ka arritën të pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e mor një prej shërtorëve dhe tha Esmajës. Çoja Esmajë, se sa të mujt. Kjo çfarë argumenton dhe zot? Ka thënë dietar, i ka këshir familjarët. I ka këshir njerëz që i ka pas ngat. A janë të mujt? S'ka, nimoj. Andaj muslimani dhe zot nuk jeton për veti. S'ka njeri më të vogël sa ai si thot, unë vëlla që to për fëmijët e mi. S'janë dëshmit e to. Ka dhe tjerë. Nuk duhet njeri me këshirë vetëm familje vetë, por duhet me te kalue ma shumë se sa vetvetja e vetë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ngritë çështjen e fukarajës duke ndryshuar perceptimin. Tregon Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi, shoku i pejgamberit alaihi salatu wassalam. Kaloi një njeri i pasur. Tu kanë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe tha pejgamberi sallallahu çish e njefni çket burr? Ata than kështu. Than me pozitë ja Rasulullah. Wallahi ki ka pozitë madhe. Ka thon ki ku të lipe nuse si bëhet fjala dy. Ka thon ki ku të ndërmjetësohet të dikush i pranohet ndërmjetësimi. Edhe ku të fole këtë ngojnë. Apo për shembull vjen njëri pa kur far shkolle, dy fjalë i ban bashk, ama për shembull e ka një firmë të madhe, edhe ato e ngojnë sikur më kanë ai hoxha Sheikhul Islam Ibn Taymija. Cili e bën anë me bazar atë? Pse?
ato se janë të nguat, janë të ngu parët. Apo edhe shujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ma vonë ka përcajt një fukara. Edhe me më samë thot, çu she njifni këta? Ato thonë ja Rasulullah, fukara. Ka thonë ki me lip nuse, s'ja japin. Me ba me ndërmjetësu e përzojnë. Ka thonë edhe ku të fole s'ja në nëveshi kërkush. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A dini që kanë Imam Buhariu? A dini që kanë Imam Buhariu? Edhe me më samë tha, hadha khajrum min mil'il ardi mithle hadha. Tha, që ki i funit? Sa ke toka pi ati tjetërit mu mush, që kja ma i khajrit. Apo? A i cili si të fole ngohet, e kur të lipe nusi jepët, e kur të neja, po, e ki po e thot, i ka behije, thot, për zenginin. Po e dim që i ti jetë ja pu dhorë, ne e kuptojmë nga këta. Ha i thuje për fukarani, i ka behije, ose ne thue, sepse na i matë në ka e brapa. Dhe mësëm, që që matë te? Qka tha Alej Salasam? Vallaj, që ki, fukaraja, vetë, me këtë tjetërin, sa to ka ketë, kjo ama i khajrit. Se imanin se e ka. Apo, andaj pejgamberi alayhi salam i ndryshonte perceptimet e njerëzve. Perceptimet, pse? Te na çu shohë. E dim çu shohë. Elisha Allahu që Allahu na përmirëson të gjithë ya rabbel alamin. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salam ka treguar se fuqarat e muslimanëve hinë xhenet herë. Shumë përpara kanë dy hadithe. Një ka 500 vjet, një ka 40 vjet më herët. Do ta shpjegojnë me lenin Allahu te bareke ve teala. Tregon Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: a e dini kush hin xhennet pi të parëve nga krijesat e Zotit? Ata than Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e di më mirë. Ata tha pejgamberi alaihi wasallam, i pari prej të parëve që hin xhennetin Allahu xhallahu ala janë fuqarat e muhajirave. Fuqarat e muhajirve. Ata kanë emigruar në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thënë tusaddu bihimu thughur, kufit e islamit janë rujt me ta. Wa yuttaqa bihimul makarih, dhe të këqija të ruhen kur janë ata gjallë. Allahu i ka rujt tokën me praninë e muhajirave. Kush janë muhajirët o vëllezër? Kush janë muhajirët? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Bilali, Abdurrahman ibn Aufi, apo Suhejbi, Ammari. Këtë janë muhajirët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë lënë shtëpinë e vet për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, e këta njerëz që hinë të parë në xhenet vdesin e ju jesin në gjoks shumë prej lakmive të paralizuara. Vdesin fuqara, kanë shumë qefe për hir të Zotit i laj. E sa fuqara vëzër, edhe sahabët kanë pas, plot pitëre kanë pas qef. Apo ndaj e pa më Abasi për djalin e vet kur i tha pejgamberi, "Ja Rasulullah, martoje se kur si kemi rënë me martue. Në iman ata martojnë." Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju thot Allahu xhelel xhelaluhu me laçeve ditën e Kiametit. Ju thot me laçeve, përshëndetni këta fuqarat e muhajirave. Fuqarat e muhajirave. Edhe ju thonë me laçet, o Allah, ne jemi banorët e qiellit tan. Ne jemi nga krijesat e zgjedhura tua. Me laçet veç ibadeti i bën Allahu te bareke ve teala. Apo thuhet t'ju shkojmë t'ju japim selam këtyre? I thot Allahu te bareke ve teala, po. Këta janë robët e mi, fuqarat e muhajirave. Këta janë robët e mi që kur shirk s'm kanë bë. Më kanë adhuru pastër. Pastaj ka thënë, me këta janë rujt kufit e islamit. Me këta janë rujt të këqijat më zbresin tokë. Vdes njani prej tyre, e lakmin e konë zemër, edhe e manë zemër. Atari ju shkojnë me lachet, edhe i përshëndesin duke hinë xhenet, edhe ju thojnë si cili duke hinë xhenet, selamun alejkum bima sabartum fe ni'ma uqbed dar. Ju thojnë me lachet këtyre njerëzve fuqarave të muhajirave, ju thojnë selamun alejkum, selami qovë mbi juve për sabrin që e keni ba. Nëse fuqarave këtë vezër do sabër, ka thënë sa shpi e mirë është kjo që ka pohini. Allahu na bëf i xhenet live. Andaj fuqaraja ka peshte Allahu te bareke ve teala. Ka në hadith tjetër se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë fuqarat e muhajirave hinë xhennet 40 vjet para të tjerave. Ka thënë dietar simi bashkë këto dy hadithe, kanë thënë edhe në mesin e fuqarave të muhajirave nëse dallohen, për shembull,
Këto hin 500 vjet para ketëve. A ata në mesveti, nëse njëri është më fukara se tjetri, hin 40 vjet më herë se tjetri. Në mesin e fukarave të muhaxhirave ka privilegj. Domethënë fukaralloku te Allahu te bareke ve teala ka pozitë lart. Apo, ky fukarallok vëzër nuk është fukarallok që ti dush me lip. Njëri më thon, ata atë bëna fukara. Jo. Jo, Ali radiallahu an ka thënë, kjo është pjesë e të zënginat, po e huazojnë si fragment. Ali radiallahu an ka thënë, mu ka fukaralloki burr çona e vras. Mu ka fukaralloki burr çona e vras. Po flasi për atë fukarallok i cili njeri s'ka mundësi. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thënë, se ka halal muslimani i shnosh me hangër pi sadakajës të muslimanëve. Sawiyun dhu mirra, ka thënë trupin e ka të shnosh. O tamam, çish hati. Andaj janë njerit e pejgamberit sa më tha ja Rasulullah, skam. Edhe janë nisi skam, por sigur insistonte apo minimue. E pensam, megjithëse ja kriti nevojën. Tha vallahi, ma e khajri se sa çështu, skam, është njani mi mor do drum, e mi rendit, me manuvru me to, me dal në pazar mi shit. Se sa me lip. Dhe nuk është mirë, nuk është njëri, me e sinu fukarallokun. Jo, ti lëviz. Allahu gjaj do lëvizin. Mirë po, masit ke lëviz, qaq, ta ka shkujt zoti, atëra kjo, për këtë kategori të fukarallokit po flasim, të së ti ka lavdruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.